Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës kërkon nga presidenti i Republikës mos dekretimin e ligjit për barazinë gjinore të miratuar në Kuvendin e Shqipërisë. Në emër të koalicionit, pastor Akil Pano vlerëson se ky ligj është anti-shqiptar dhe anti-familje, dehumanizon shqiptarët dhe tenton indoktrinimin e fëmijëve në shkolla. Sjellim përpara tryezës presidenciale një kauzën e familjes, kauzën e Shqipërisë. President mos dekreto ligjin anti-familje, anti-liri, anti-zot, ligjin për censurën, ligjin për dehumanizimin e shqiptarëve, ligjin i cili do të indoktrinojë fëmijët shqiptar nëpërmjet ideologjisë gjinore në shkolla, apeloi pastor Akil Pano. Opozita shqiptare qëndron kundër ligjit për barazinë gjinore. Ish kryeministri demokrat vlerësoi ligjin si më të keqin të votuar në ndonjë vend të planetit. Një ligj të cilin nuk e kanë pranuar 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Nuk kanë pranuar. Një ligj të cilin gjykata kushtetuese franceze e ka hedhur poshtë në vitin 2016. Një ligj të cilin gjykata kushtetuese e Shteteve të Bashkuara e hodhi poshtë para 2 ditëve. Një ligj i cili për të cilin gjykata europiane e të drejtës, e drejtësisë në Luksemburg ka shkruar se çështja e gjinisë është çështje e shteteve anëtare dhe nuk buron nga e drejta e bashkimit. Sipas tij ky ligj rikthen gjaun stalinist, duke theksuar se sipas tij akuzat për diskriminim gjinor duhet të faktohen, përndryshe personi akuzuar mund të dëmtohet. Kryetari i Partisë Demokratike tha se nuk do të pranojnë ligje që shkelin interesin e qytetarëve shqiptar. Për Berishën ekstrem i majt po përdor këtë ligj për të krijuar padrejtësi. Ekonomi. Shtesa e pensionit për moshën e 3 do të fillojë nga 1 janari 2026 në Shqipëri. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin e ardhshëm, Petrit Malaj deklaroi se duke filluar nga viti 2026, përmes mbështetjes buxhetore do të zbatohet një kompensimi të ardhurave për të gjithë pensionistët bazuar në kategorinë e pensionit që ata përfitojnë aktualisht. Dhe më konkretisht, do të kemi rritje me 1.800 lekë në muaj për pensionet urbane me vite të plota pune. Do të kemi rritje me 8.000 lekë ose 800 lekë në muaj për pensionet urbane të pjesshme. Do të kemi një rritje me 1.000 lekë në muaj për pensionet rurale, do të kemi një rritje me 700 lekë në muaj për pensionet familjare, do të kemi një rritje me 600 lekë në muaj për pensionet e invaliditetit në punë. Sa i takon faturës për dhënien e bonusit mujor, Malaj tha se deri në vitin 2030 ajo arrin në 1.7 miliard euro. Kjo ndërhyrje synon rritjen graduale të nivelit të pensioneve me objektivin final që deri në vitin 2030 të ardhurat mesatare mujore nga pensionet të arrin 40.000 lekë për pensionet urbane të plota nga 27.350 lekë që janë aktualisht. 22.000 lekë për pensionet urbane të pjesshme nga 16.300 lekë që janë aktualisht, 18.000 lekë për pensionet mesatare rurale nga 11.400 që janë aktualisht, 18.000 lekë për pensionet mesatare familjare nga 11.300 që janë aktualisht dhe 30.000 lekë për pensionet e invaliditetit nga 24.300 lekë që janë aktualisht. Opozita është e bindur se buxheti 2026 nuk do të përmirësojë cilësinë e arsimit, shëndetësisë dhe nuk do t'i japë zgjidhje problemeve ekonomike të shqiptarëve. Përmes rrjeteve sociale, deputetja e Partisë Demokratike Yrida Tabaku është e mendimit se projekt buxheti 2026 nuk ka asgjë për shqiptarët dhe tavolinat e tyre. Buxheti reflekton dy element kryesor: ekonominë informale, por njëkohësisht dhe emigrimin e lartë. 28% mbeten të ardhurat si përqindje e produktit brendshëm bruto që sjell ky buxhet. Së dyti, pjesën më të madhe të buxhetit e marrin përsëri koncesionet. 130 milion euro, pothuajse 9 herë, 10 herë më shumë se fatura e indeksimit të pensioneve. E mos harrojmë që gjysma e këtyre koncesioneve, rreth 550 milion euro, janë në hetim. Bëhet fjalë për afera korruptive. Kapitali njerëzor, gatishmëria operacionale, modernizimi dhe industria vendase, mbrojtja civile, siguria e komunitetit, si dhe digitalizimi e inovacioni janë prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes në buxhetin e vitit 2026. Në prezantimin e tij, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu u shpreh se buxheti ka shifrën e 58.9 miliard lekësh me një rritje prej 12% nga viti 2025 dhe për herë të parë arrin në 2.12 të prodhimit të brendshëm bruto.
Bëhet fjalë për një buxhet historik, jo vetëm për nga përmasat, por gjithashtu për nga rëndësia e projekteve të financuara. E dyta, sepse në kushtet ku qeveria paraqet një ambicie të re për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare, është jo vetëm e nevojshme, por besoj dhe e dobishme të mund të diskutojmë si ligjvënës për mënyrën se si buxhetet shumë vjeçare të mbrojtjes mund zbatohen në mënyrë më eficiente dhe në mënyrë sa më ndikuese në forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe civile kombëtare. Sipas tij, përmes këtij projekt buxheti garantohen 13 miliard lek, jo vetëm për pagat dhe mirëqenien e personelit, por dhe për vimin e rritjes së pagave ndaj mesatares së vendeve të NATO-s. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Italisë Giorgia Meloni nënshkruan 16 marrëveshje të reja bashkëpunimi mes dy vendeve. Marrëveshjet u nënshkruan në mbledhjen e përbashkët të qeverive të mbajtur në Rom, në prani të 10 ministrave. Kreu i qeverisë e cilësoi më herët takimin e përbashkët si të rëndësishëm për marrëdhëniet ndërkombëtare të vendit. Një tjetër ditë historike në marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë, mbledhjen e parë të përbashkët mes dy qeverive, e cila zhvillohet në Rom për t'i hapur rrugë 16 marrëveshjeve të reja konkrete të bashkëpunimit në kuadër të partneritetit të ngushtë strategjik me fqinjën tonë të çmuar perëndimor, shkroi Edi Rama. Mbrojtja ushtarake dhe ajo civile janë dy nga fushat e marrëveshjeve që firmosen ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengo deklaroi se projekt buxheti parashikon mundësinë e financimit të huaj për nevojat e emergjencave civile. Dhe kjo do të karakterizohet përmes një marrëveshje me shtetin italian për financimin e ngritjes së sistemit 112, sistemit europian të numrit të emergjencave, një detyrim dhe një nevojë emergjente për vendin tonë. Kemi një marrëveshje për sa i përket bashkëpunimit në fushën e industrisë ushtarake dhe praktikisht kemi ngritur nivelin e partneritetit në mbrojtje dhe në siguri, sepse kjo marrëveshje e fundit ishte bërë në fillim të viteve 90 dhe praktikisht gjërat kanë ecur për sa i përket bashkëpunimit me Italinë dhe ishte e nevojshme që të bënim një përditësim sidomos në nivelin e bashkëpunimit në teknologji, në inteligjencë artificiale dhe prodhim të përbashkët, siç e thash, kompanitë italiane janë të interesuar për të investuar në vendin tonë. Një tjetër marrëveshje sipas ministrit lidhet me bashkëpunimin mes forcave vedetare, përfshir dhurimin e 3 mjete vedetare nga Italia. Ai nënvizoi rëndësinë e një marrëveshje granti ku përfitues kryesor do të jenë emergjenca civile në nivel qendror dhe vendor. Politik. Partia Socialiste e Shqipërisë rikonfirmon fitore për 5 kryetarë të bashkive në vend. Sipas rezultateve parapraket Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, fitues në zgjedhjet e pjesëme vendore të së dielës mbajtur në Vlorë, Tepelen, Berat, Mate, Cerik, janë kandidatët e Partisë Socialiste. Bashkia e Vlorës do drejtohet nga Brunilda Mersini. Ervi Ceca do të kryesojë Bashkinë e Beratit. Bashkia e Cerik fitues është Florenc Doka, kandidati i Partisë Socialiste. Në Bashkinë Mat fitues është Altin Bojni, kandidati i Partisë Socialiste, dhe në Bashkinë e Tepelenës fitues është Gramo Sako. Në këtë bashki për herë të parë u aplikua numërimi me inteligjencë artificiale krahas procesit të numërimit manual për anëtarëve të grupeve të numërimit. Pjesëmarrja në të 5 bashkitë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte 18.45%. Kryeministri Edi Rama uroi përfitoren e Partisë Socialiste me kryebashkiakët e rinj të Vlorës, Tepelenës, Beratit, Matit dhe Cerrikut. Krahas asaj, kryeministri falenderoi veçanërisht qytetarët për besimin. 5 bashki, 5 fitore, 5 arsye më shumë për t'i falenderuar qytetarët për besimin e tyre pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës, motit me shi të ditës së diel apo vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesme të cilat nuk e stimulojnë pjesëmarrjen, u shpreh Edi Rama. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike fillon bojkotin e përkohshëm të punimeve në kuvend, duke mos qenë pjesë e komisioneve parlamentare. Kryetari i grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u ka kërkuar deputetëve demokrat, e ka theksuar disa herë që asnjë deputet nuk do të bëhet pjesë e komisioneve. Ky do të jetë një reagim i përkohshëm i grupit parlamentar nisur nga situata e krijuar në seancën e fundit derisa grupi parlamentar të ketë diskutuar dhe marrë një vendim final, thuhet në reagimin e Bardhit. Opozita braktisi mbledhjen e parë të Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale në Kuvendin e Shqipërisë. Të vetmit opozitar ishin Edmond Haxhinastu i Partisë së Lirisë dhe Evangel Dule i Partisë së Bashkimit për të Drejtat e Njerëzit. Teksa vlerësoi rëndësinë e këtij komisioni në mungesë të bashkëkryetarit demokrat Luciano Boçi, socialisti Arbian Mazniku theksoi se majoranca ka vullnetin për të punuar me opozitën. Duhet të themi që ky është procesi i cili do të kërkojë të gjithë konsensusin e mundshëm. Dhe ne jemi shumë të gatshëm që të bëjmë një punë sa më të hapur, sa më transparente, sa më bashkëpunuese, spari me gjitha forcat politike që janë në parlament, po më pas edhe me të gjithë aktorët lokal. Qofshin këto bashkitë,
qarqet të zgjedhurit në këshillat bashkiak të gjithë vendit, bizneset, pasi është shumë e rëndësishme që ne të flasim me komunitetet e bizneseve, me akademin. Opozitaret Agjinasto dhe Dule theksuan se komisioni duhet jeti kujdesshëm për trajtimin e çështjeve që prekin pushtetin vendor. Kemi parë që popullsia ka rënë, stafet, administrata është rritur, ndërkohë që shumë nga shërbimet të cilat ishin projektuar të administroheshin në nivelin vendor, tashmë po centralizohen. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkon një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Në aktivitetin prezantues të projektit të Këshillit të Evropës mbështetje për ciklin e procesit zgjedhor në Shqipëri, Silvio Gonzato paralajmëroi rëndësinë e krijimit të një produkti të mirë thelbësor për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Let me also add that the Central Election Commission has already taken important steps in its post-election analysis. KQZ ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor, reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugtimit dhe zotimit që Shqipëria ka në grup kapitullin e parë për antarësim në Bashkimin Evropian, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet, tha ambasadori BE-s. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi në praninë të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato ngriti shqetësimin e politizimit të administratës zgjedhore. Sipas Celibashit, administrata aktuale nuk është e trajnuar dhe si rrjedhoi nuk përmbush asnjë kriter apo pritshmëri si nga subjektet politike ashtu dhe nga ana e votuesve. Një tjetër problem që Celibashi veçoi ishte përqendrimi i lartë i politikës administrat duke kërkuar që ndikimi dhe prania e tyre të reduktohet ndjeshëm me qëllim pasqyrimin e një procesi zgjedhor të qartë, transparent dhe me standarde të larta. Dominimi vetëm nga partitë politike i administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri, të administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri, ka krijuar atë handicapin e vet në lidhje me standardin të paktën profesional të administrimit të zgjedhjeve. Ndaj është me rëndësi të dorës parë që edhe në kuadër të reformës së pritshme zgjedhore, kjo çështje të adresohet ndër të parat çështje që duhet adresojë politika shqiptare. Aktualitet. Pezullohet zinxhiri komandues i strukturës së forcës posaçme operacionale të AMP-s pas plagosjes së agjendit të këtij institucioni Muçi Shaljani. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka nisur verifikimin në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij. Ai u plagos në atentatin me pasojë vdekjen e shtetasit Gilman Dodani. 3 persona qelluan me automatik ndaj automjetit që po lëvizte në rreth rrotullimin në hyrje të aeroportit Nën Tereza, ku ndodhej agjenti Muçi Shaljani dhe Gilman Dodani, i njohur si bashkëpunëtor i ngushtë i Emiliano Shullazit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi politikën si të lidhur me autorët e atentatit të ndodhur 2 ditë më parë në Rinas. Është vepër e eksponentëve të krimit të lidhur, si mishi me thojnë, me qeveritarët shqiptarë. Në një deklaratë nga Selia Blu, Berisha u shpreh se nga përgatitja profesionale ata mund të cilësohen dhe antarë të forcave speciale. Ish kryeministri demokrat pretendon se viktima dhe i plagosur ishin të lidhura me 2 ministra të kabinetit të shkuar. Muç Shaljani apo Sheqeri ka qenë mbështetës dhe financues kryesor në fushat elektorale i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Dhe kjo është e faktuar dhe e dokumentuar. Muç Shaljani është angazhuar me të gjithë bandën dhe paratë e tij të krimit në blerje votash për ministrin. Qeveria shqiptare nuk të riqet nga nisma për bllokimin e monopatinave si rrezik për të gjithë qytetarët. Gjatë raportimit në Komisionin për çështjet e brendshme dhe të mbrojtjes mbi gjendjen e sigurisë publike, Ministri e Punëve të Brendshme Albano Koçiu kujtoi se monopatinat kanë qenë shkaktar të 1000 aksidenteve. Këto të dhëna sipas saj janë të raportuara në Policinë e Shtetit, pasi ministria theksoi se jo të gjithë ata që përfshihen në aksidente me monopatin e raportojnë në polici. Mëtej Koçiu tha se së shpejti në komisione do të sjellin rregulla të reja për përdorimin e tyre që më pas do të kalojnë për miratim në kuvend. Patjetër që monopatinat janë një rrezikshmëri e madhe për gjithë qytetarët, kështu që patjetër që ne ndërhyjmë dhe në këtë pikë, duke i pezulluar përkohësisht dhe duke na dhënë mundësinë që ne ndërkohë të ndërtojmë një bazë ligjore ku të qartësohet dhe të standardizohet dhe të normalizohet mënyra se si këto mjete motorike të duhet të lëvizin edhe të qarkullojnë, duke patur parasysh edhe të gjitha standardet e sigurisë që do duhet të respektohen. Ishte Albana Koçiu. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.